Selam aleikum miq të dashur dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Arlinda dhe sot do të udhësoj në një pastrim të thellë për të shkurtur nga një energjit negative dhe entitet, veset e liga. Këtë video e kam krijuar me qëllim që ta përdorni çdo ditë ose sa herë që ndjeni se jeni të ndikuar nga njerëzit apo vendet me energji negative. Tani nëse je gati mund ta fillojmë këtë pastrim. Ulu ose shtriu në një vend të rehatshëm. Sytë mund t'i mbash mbyllur ose hapët, s'ka rëndësi. E rëndësishme është t'jesh i pranishëm dhe ta bësh një jetë këtë pastrim. Le të fillojmë. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, kërkoj mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Me emrin e Allahut, me emrin në të cilët asgjë nuk mund të dëmtojë në tokë as në qiell, dhe ai është dëgjuesi i dijshëm. Bismillahi la yuduru masmishain fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Me emrin e Allahut i cili sjell paqe, qetësi dhe pastërti në zemrat tona dhe çlirim në shpirtin ton. O Zot, ndriçoje këtë seancë me dritën tënde të shenjtë, që çdo kush që e dëgjon këtë pastrim të ndihet i çliruar nga çdo vezë lig, ndikim i padëshiruar dhe çdo energji negative. O Zot, largo çdo energji negative, largo veset e liga dhe çdo ndikim të keq nga ky person. Me lejen e Allahut çdo gjë e padobishme që qëndron rreth teje, le të zbehet, le të shkrihet, le të lirohet, le të hiqet, le të shkatërrohet dhe të zaventësohet me dritën e Allahut tani. Merr një frymë thellë dhe thuaj pas meje. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. O Allah, bëj të pavlefshme dhe largo nga unë çdo të keqe, çdo dëm, çdo fuqi negative, çdo zili, çdo vezë të lig apo fjalë të dëmshme. Pastroje aurën dhe zemrën time nga çdo ndikim i keq. Largoj prej meje veset e liga, entitet, energjit negative dhe çdo krijesë që synon të më dëmtoj. O Allah, më mbro me mbrojtjen tënde të fuqishme, më përfshi me mëshirën tënde, më jep siguri, qetësi dhe dritë në zemrën time. Amin. Këtë lutje mund ta thua çdo herë që ndjen sikur po merr një sulm apo një ndikim të errët. Merr edhe një frymë tjetër të thellë tani dhe nxirre jashtë. Dhe bëj një jetë ta pranosh këtë pastrim tani. Thuaj, e kam bërë një jetë të pastrohem nga çdo energji, vezë e lig negative që ndikon në mendjen, trupin, shpirtin dhe jetën time. Shumë bukur. Në emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, unë me lejen e Allahut po pastroj tani rreth fushës tënde gjithçka që nuk është prej dritës së Allahut, le të lirohet dhe të kthehet në dritë tani. Bismillah, të gjithë veset e liga entitet rreth kokës dhe qafës tënde, largoheni dhe shndroheni në dritë me emrin e Allahut tani. Bismillah, të gjithë vezet e liga entitet në shpinën tënde, në shpinën e sipërme dhe të poshtme, largoheni dhe shndroheni në dritë tani. Bismillah, të gjithë vezet e liga entitet përpara trupit, nga qafa e poshtë, largoheni dhe shndroheni në dritë tani. Bismillah, vezet e liga rreth fytyrës, liroheni dhe shndroheni në dritë tani. Vezet e liga rreth këmbëve, liroheni dhe shndroheni në dritë tani. Vezet e liga rreth krahëve, shpatullave, liroheni, largoheni dhe shndroheni në dritë tani. Të gjithë vezet e liga entitet në fushën tënde, liroheni dhe shndroheni, kthehuni në dritë tani në emrin e Allahut. Bismillah, tani të gjithë vezet e liga entitet që janë në të vërtet forma negative të mendimeve, pastrohen dhe shndrohen në dritë me lejen e Allahut. Bismillah, vezet e liga entitet që janë projekcione nga njerëzit e tjerë, që ti ke thithur pa e kuptuar, liroheni dhe shndroheni në dritë në emër të Allahut tani. Bismillah, të gjithë veset e liga entitet që janë mallkime nga njerëzit e tjerë, që vijnë nga xhelozia dhe mendimet e tyre negative, nga gjykimet e tyre për ty, liroheni, largoheni dhe shndroheni dhe kthehuni në dritë tani.
Bismillah, të gjithë veset e lika entitet që janë energji të çrregullta rreth fushës tënde liroheni, shkatërroheni, largoheni dhe shndroheni dhe kthehuni në dritë tani. Tani do të përqendrohesh në frymarrjen tënde duke marrë frym thellë dhe duke nxjerrur jashtë 3 herë. Kur merr frym, ndjeje si kur merr dritën e Allahut, kur e nxjerr jashtë të gjithë gjëra që nuk të shërbejnë më. Pra merr një frym të thellë, mbaje për disa sekonda dhe nxirre jashtë. Edhe një, merr një frym të thellë, mbaje për disa sekonda dhe nxirre jashtë. Edhe një të fundit, merr edhe një frym të thellë, mbushe me dritën e Allahut, mbaje dhe pastaj nxirr jashtë gjithçka që nuk të shërben më. Shumë bukur. Ndjehe veten tani të rrethuar me nurin e Allahut. Ndjehe si zemra të forcohet, mendja të qetësohet, trupi të çlirohet dhe thuaj Elhamdulillah Allah, o e nur, që më mbulon dhe më mbron me nurin tënd, me dritën tënde të shenjtë. Dhe rri këtu pak, ndjehe këtë pastrim, ndjehe se ti tani je në paqe, ndjehe energjinë tënde duke u mbushur me dritën e Allahut, me qetësi, me dashuri, me paqe që vjen vetëm prej tij. Shumë bukur. Tani merr edhe një frym të thellë dhe nxirre ngadalë jashtë. Dhe kur të jesh gati, hapi syt. Kujto se Allahu është mbrojtësi yt, Allahu është drita që nuk shuhet, Allahu është paqja që mbush zemrën. Sa herë që ti kërkon pastrim shpirtëror, emocional ose afrim me Allahun, ai ta jep, sepse është i mëshirshëm dhe i përgjigjet atyre që kërkojnë pastërti, udhëzim dhe afrim me të. Ti je në mbrojtjen e Allahut dhe asgjë nuk mund të dëmtojë pa lejen e tij. Ti je dritë, pra ruaje këtë dritë dhe lejo të shkëlqej fuqishëm derisa çdo errësirë të shtuket. Faleminderit që ishe këtu me mua sot. Më tregon në komente se si u ndjeve pas këtij pastrimi dhe ndaje këtë video me miqtë tuaj që dhe ata të përfitojnë. Ju uroj shumë bekime dhe një ditë apo natë mrekullueshme deri herën tjetër. Assalamu alaikum.